Vazhdojmë me ushtrimet e detyra, shëmbledhja dhe zbritja e numrave me shenjë, detyra e 5 dhe e fundit për këtë pjesë. Në këtë tabelë, në drejtkëndshat e zbrazët, do të shënojmë numrat ashtu që do të zbriten për shembull 3 minus 17 dhe do të qesim një numër këtu. Sipas kësaj skeme, pra kemi numrat A dhe B dhe mbi ta ndryshimin ndërmjet tyre A minus B. 3 minus 17. 3 minus 17. Shënohet shenja e numrit më të madh minus. Pastaj shenjat janë të ndryshme që do të thotë se duhet të zbriten. 17 minus 3, 14. Pra 3 minus 17 minus 14. Më pas kemi 17 minus 6. Pra 17 minus 6 barës 17 minus herë minus plus 6 dhe gjithsej 23. Pra këtu kemi numrin 23. Më pas kemi minus 6 minus 9. Do të njësojmë pra minus 6 minus 9 barës. Shënohet shenja e numrit më të madh e 9 që është minus. Më pas shenjat janë të njëjta, që do të thotë se duhet t'i mbledhim 6 plus 9 15. Pra këtu do të shënojmë minus 15. Më pas kemi 9 minus 15. Do të njësojmë pra 9 minus 15 barës. Do të shënojmë numrin 9, më pas minus herë minus plus 15 barës me 24. Vazhdojmë, kemi tani minus 14 minus 23. Pra minus 14 minus 23 barës. Shënohet shenja e numrit më të madh e 23-shit që është minus. Më pas shenjat janë të njëjta që do të thotë se duhet të mblidhen. 3 plus 4, 7. Më pas 1 plus 2, 3. Pra këtu do të shënojmë minus 37. Më pas do të njësojmë 23 minus 15 barës. Minus herë minus do të jetë plus, pra 23 plus 15 barës. 3 plus 5, 8 dhe 2 plus 1, 3. Këtu do të shënojmë 38. Më pas kemi minus 15 minus 24. Pra minus 15 minus 24 barës. Do të shënohet shenja e numrit më të madh minus. Më pas shenjat janë të njëjta që do të thotë se duhet të mblidhen. 5 plus 4, 9 dhe 1 plus 2, 3. Do të njësojmë tani minus 37 minus 38. Pra minus 37 minus 38 barës. Shënohet shenja e numrit më të madh që është minus. Më pas shenjat janë të njëjta që do të thotë se duhet të mbledhin. 7 plus 8, 15. Më pas 3 plus 3, 6 dhe 1 7. Më pas duhet të njësojmë 38 minus 39 barës. Por të mos harrojmë që të shënojmë numrin minus 75 këtu, që ishte si rezultat i ndryshimit të këtyre dy numrave. Tani kemi 38 minus herë minus plus 39 barës. 8 plus 9, 17. 7 e 1 mend dhe 3 plus 3, 6 dhe 1 mend 7. Pra 77. Dhe përfundimisht kemi minus 75 minus 77 barës. Shënohet shenja e numrit më të madh minus. Shenjat janë të njëjta që do të thotë se duhet të mbledhen. 5 plus 7, 12, 2 e 1 mend. 7 plus 7, 14 dhe 1 mend 15. Pra minus 152. Me këtë dhe përfundojmë detyrën e 5 dhe gjithashtu dhe përfundojmë ushtrimet detyra lidhur me mbledhjen dhe zbritjen e numrave me shenjë.